Selam aleikum. A quhet tradhti kur burri I shkruan ishit, pra ish gruas së vet, që ka pas grua dhe da prej saj, si shok. Ndërkohë ka grua në shtëpi. Aleikum selam. A ka gru në shtëpi? A se ka hiç s'ka lidhje. Edhe nëse është pa martu, e ka ndaluar me shkru grave të huaja. Po ajo ka qenë gruaja ime dikur, po s'është më gruaja jote. Ajo është grua e huaj. Edhe kjo fore e shejtanit është si shok. Këtë fore, kërkoj falje që po e them, por zinaçart. Kur vartë e përdorin këtë fore, mi arsyetu dhe mi tollovit ndjenjat e të tjerëve ose mendjen e të tjerëve, ja unë kam shoqe, po I shkruaj si shoqe. Në Islam nuk ka. Ti bën çka dush. Po mos thuaj se është në rregull. Jo, nuk ka në rregull kjo. S'ka shoqe në Islam. Si shok, si shoqe po I shkruaj për çka? Je koni martuar me ta, je da prej saj, tash është grua huaj për ty. Sa në rregull. Andaj, për I Zotë Zotit, keni kujdes, mos t'ju mashtroj shejtani. Ndoshta ti je I sinqert, por nuk e din. Nuk e din që fetarisht bën. Me thonë unë kam shoqe, në kamet, po kam pas grup. Çfarë mentaliteti. S'ka. Je da prej saj, edhe ajo që s'kon gruaja jote, edhe kërkush s'ki çka si shoqe me I shkruaj. Andaj rujeni vetën nga këto tradhtim në emër të shoqënisë. Normal, se cili mëkat e ka gradën e vet, nuk po them unë sikurse zinaja, sikurse me I shkruaj, nuk është njëjtë. Se secila I ka rregullat, damet, pengesat, edhe pasojat e veta. Nuk është në rregull kjo që po bën burri yt.